Mirë dita të dashur miq dhe ju shikuese të gjuhës të videove të mia. Ja ku arrita në pjesën e 6 dhe të fundit të kapitullit, kapitulli i vogël për Stavrin e Madh, nga libri me shkrime dhe kujtime e Megjithatë jetojmë. Do vazhdojmë mësimin e motorit. Më pyesi sa herën agjenti në shtëpinë e djalit të tij, Dionit. Lëvizte vetë me motor nga njëra shtëpi në tjetrën. Kishte një kurajo e guxim që sfidonte avancimin e sëmundjes. Një sëmundje që siç dukej i kishte dhënë rolin e saj të fundit këtij njeriu në dramën e madhe të jetës. Edhe kur flokët ju ralluan, më dinamik e simpatik shfaqej me mbajtjen e kapelës. Për të qenë në kontakt me familjen, kur dilte vetë me motor apo urban, mbante një kinito të dhënë nga Dioni. Me një paraqitje të tillë veshjeje dhe mjet komunikimi, duke sikur ishin në xhirimin e serisë së dytë të filmit Mysafiri. Po në të vërtetë, ç'po ndodhte me Stavrin realisht? Me atë Stavër pas së thenit natën e mirë, me atë Stavër pas largimit të njerëzve dhe ndodhjes me vetveten për disa çaste. Në botën e Jehonës së përzierë të roleve të interpretuara dhe të pa interpretuara, u skenua gjumi i netëve në vazhdim të Stavrit. Takim figurash reale dhe irreale, me deformime për masash hiperbolike. Dhe sforcime thirrje shurdhuse, që mund t'i zhdukte vetëm me një thirrje të forcës zgjuese. Vetëm atëhere ato ktheheshin asgjë në dhomën e errët të gjumit, kurse Stavri i ngritur për gjysmë në krevat, merrte frymë i lehtësuar nga shtrëngesa e tyre. Pas pak kthehej i qetë në krahun më të volitshëm, me një gjumë më të qetë deri në lindjen e diellit. Kur zgjohej, me mënyrën e tij rrëfyese, i kthente në ngjarje tërheqëse fantastike, a thua të ishin pjellë e imagjinatës së tij, dhe jo efekti të një gjumi të mundimshëm nga avancimi i sëmundjes. Ndërsa natën tjetër, ajo asgjë e çastit i kthehej përsëri në dhomën e gjumit më përbindshme dhe e pamëshirshme, në ndeshje me tërë fuqishmërinë akumuluese të shpirtit të Stavrit, ditën tjetër e përsëri në vazhdim e detyroi të shprehte ankimin për dhimbje shqetësuese në trup. Përsëri duhej bërë ndërhyrje kirurgjikale për të vonuar sadopak të pashmangshmen. Stavri e pranonte shkencën në mënyrë absolute, pavarësisht se këtë radhë kjo shkencë ishte e pafuqishme për ta shpëtuar. Ndërhyrja u bë si një detyrim humanitar e mosdorëzim i doktoratës në betejën për jetën. Por, në pozicion gjysmë i shtrirë në një dhomë të spitalit, Stavri vazhdonte dialogun dhe monologun më enigmatik mes fantastikës dhe reales të një jete në fundin e epilogut të saj. Zëri i tij po i qëndronte besnik në çdo dalje tingulli, fjale apo thënieje. Largimin nga realja e kësaj jete po e bënte me një rrëfim parallor të botës ku ishte nisur. Diçka e ndalonte, siç përsëriste shpesh në ato çaste, të vazhdonte ecjen në atë rrugë parajsore fantastike. Kur e shoqja i pyeste për emrin e ekzitorit, mjaftonte një pauzë e vogël e domosdoshme për t'u rikthyer në realja dhe dëgjoje pa gabueshmërinë e përgjigjes. Ua, universiteti është, kush tjetër? Më erdhi radha mua të dëgjoja nga goja e tij e ëmbël. Kisha vendosur miq të dashur mos shprehja në këto shkrime se ç'than në vazhdim për mua, në ato çaste të fundit të dëshirës së tij për të folur. Nuk është as pak tendencë dukeje, pasi jeta ime nuk hyri kurrë kësaj tendence, kur ju dha mundësia, e jo tani pas të vjelash. Pra ju lutem, mos më paragjykoni, se në fund të fundit nuk është krijesë e fantazisë sime ajo thënie. U tha aty, në një dhomë të spitalit, para të dashurve të familjes e të afërmve. Po ta vesh Edi në një anë të peshores dhe në anën tjetër gjithë të tjerët, fiu i ngre përpjetë që të gjithë. Në atë çast për mua, aty ishte Xhaxhi Stavri fëminisë sime,
kur I tregoja deftesat në fletë lavdërimi, kur I lexoja krijimet e para në vargje, kur I flisja për konkurset letrare, të anatomisë, për shfaqjet artistike në shkollë, e tjera e tjera. Ishte xhaxhistavri I Edit gjimnazist, kur I fliste për filozofinë e psikologjinë me pathosin e të riut idealist, për diskutime në konferencat e rinisë të gjimnazit, me guximin e kritikës ndaj padrejtësive të ndonjë mësuesi, e tjera e tjera. Ishte xhaxhistavri I Edit student, kur I fliste për debatet në seminare në lendën e preferuar të ekonomisë politike, për përgatitje temash të karakterit ekonomik e filozofik, deri në temën e diplomës, ku guxoi të paraqesë forma më të avancuara shpërblimit të punës, e tjera e tjera. Ishte xhaxhistavri I Edit ekonomist, kur I fliste për problemet e ecurisë së prodhimit, për artikujt ekonomik në gazetën lokale të Korçës, për të famshmin stazh në prodhim në zonën e largët të Strelcës, se aty kishte vendosur partia për ta kalitur më shumë, për shtrembërimet e devijimet në praktikë të asaj çka kishte lexuar me pathos në vepra klasikësh të socializmit dhe komunizmit, e tjera e tjera. Ishte xhaxhistavri I Edit të revoltuar, kur I fliste për hipokrizinë e burokracinë e një partie në dekadencë, për diskutimin e guximshëm në konferencën e partisë së rrethit, të asaj partie që përgatiste në kongresin e saj në Tiranë pa gëzimin e emrit të ri, e tjera e tjera. Por, isha ama edhe Edi I Acistavri, që në gjithë stadet e rritjes sime më ka udhëzuar si të reagoj e vendos në çaste të rëndësishme të jetës. Janë ballë gjithë këto koncentrime kujtimesh të marrëdhënieve tona që e quan atë thënie, apo një amanet përgjegjësie e bare të rëndë për mua për ta vërtetuar atë? Megjithatë, me lot në sy e zë të brendshëm thash: faleminderit për gjithçka ke bërë për mua, xhaxha I dashur dhe ideal. E putha në ballë dhe dola në korridor, ku s'më ndalonte dot njëri të qaja me zë e lot për të. Dhe ashtu dal ngadalë, vazhdoi distancimin nga realiteti I kësaj bote, duke mos ndaluar më asgjë në përfundimin e rolit të vetvetes. Ishte në të njëjtën kohë edhe larg, edhe mes botës sonë. Për ditë me radhë zemra e tij rihte fort në gjoks, si e vetmja dëshmitare e fundit e më të pavdekshmes dashurisë të Stavri Shkurtit për njerëzit. Ishte në shkrimi I fundit I shpirtit stavror në librin e hapur të jetës së tij, të njohur e të panjohur njëkohësisht. Mban datën 5 gusht, e njëjtë me datën e lindjes, 1998, mosha 70 vjet. Vazhdimi I një takimi të kthyer në monolog. I vetmi gabim në jetën tënde, xhaxha I dashur, ishte ky nënshkrim I dhimbshëm dhe ndarës. Për ne ama, është si një nënshkrim I ri në rrugën e pafundme të suksesit. Do të ta them me pak vargje këtë të vërtetë, siç bënim dikur në takimet tona. Për ty jeta ishte veç film, për ne film ishte vetë jeta jote. Prap na dukesh se je nisur për xhirim, të zbutësh sadopak dhimbjet e kësaj bote. Nuk kam shëtë më tepër, t'ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, për gjithë ata që mund të më ndjekin gjithë kapitullin për Stavrin, aktor, për xhaxhistavrin tim, për njeriun e paruar, që ai shumë I dha artit, kulturës, kinematografisë shqiptare. Ju falenderoj edhe një herë përzemërsisht. Ju uroj gjithë të mirat. Një javë të mbar, një muaj të mbar. Shëndet dhe suksese në jetë.